Rikthimi miq të dashur të diskutojmë për këtë gjë dhe kemi bezdisur të pa bezdishmin e mëngjesit sot është Blet Koka me ne dhe i kërkojmë ndjes më shumë se sa ta falenderojmë. Përshëndetje Koka. Mirëmëngjes. Dhe njëri që e bezdisim se është i bezdishëm në mëngjes është burimi ynë nga Franca. Mirëmëngjes Genci. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes nga viktima e dytë. Faleminderit. Merci beaucoup edhe për të dytin. Po kam përshtypjen do të jeni numri 3 dhe 4 se dihet kush janë njëshi dhe dyshin në këtë vend dhe për njëshin dhe dyshin po theren në PS, por ndryshe nga çpritej nuk kishte thjesht hatërmbetje dhe kulisa, tani më duket se ka një formalizim dhe ka qenë Elisa Spiropali pavarësisht të fjalëve të korridoreve të kafeneve të Tiranës, që do të ishte dikush tjetër, ka qenë Elisa Spiropali ajo që mori flamurin. Nuk po them se ajo piktura e rëndësishme për francezët, që është njëra kështu, por mori flamurin e ndryshimeve në Partinë Socialiste. Si e sheh këtë moment Koka dhe burimi? Në Franca apo Tirana? Koka dhe burimi. Shiko, mendoj që ajo djeshmja ishte një lëvizje e cila se më është ku më zbutur se sa ajo që ishte në fillim të reagimeve të zonjës Spiropali. Pra, po të i rikthemi reagime që pati këtu apo 2 muaj, 3 muaj më herët, realisht që duke ky është një, po themi, një dokument shumë i zbutur, shumë sigurisht që evokon probleme. Problemi është që adresimi bëhet, si më thënë, kryetarit partisë, ndërkohë që mendoj që kryetari i partisë dhe kryeministri i Shqipërisë është koka e gjithë atyre problemeve. Dhe është një dokument i cili, si më thënë, i thot kryetarit partisë, shiko, kemi ca probleme në Shqipëri, mirë do ishte që t'i adresojmë, sepse si thonë kjo i bën mirë dhe Partisë Socialiste. Ndërkohë që piknisja e këtij debati, piknisja e këtij reagimi, ose asaj që u quhet deri dhe kryengritje në Partinë Socialiste, si thonë, duket që praktikisht i ka ardhur fundi, tashmë thjesht kemi një antar të Partisë Socialiste, deputet po thoni, e cila me drejtën e vet kërkon ta bëjë Partinë Socialiste më të mirë, më të pashme në raport me demokracinë, ndërkohë që ne këtu si më po flasim për tjetër gjë. Pra unë mendoj që zonja Spiropali kishte një moment, nëse kishte një projekt politik për ta kapur në atë që ndodh në sheshin e protestës, dhe kam përshtypjen që, si më thënë, mes sheshit protestës, mes evokimeve që bëhet nga sheshi protestës dhe asaj që bëhet në letrën e zonjës Spiropali, emocionin siç e ka quajtur ajo, mendoj që ka një distancë shumë të madhe, sepse në fund fare, si më thënë, mendoj që sheshi ka folur dhe po flet qartë këto 48 ditët e fundit, vërtet ka evidentuar në 3-4 pika që duhen anulluar, siç janë 2 ligjet, konkretisht ligji i investimeve strategjike apo ligji 21-24, që flet për çështjen e zonave të mbrojtura, por nga ana tjetër ka vënë, si më thënë, si pikë kryesore, si pikë të lartë largimin e kryeministrit Rama, dhe praktikisht ajo është edhe si më thënë, edhe nyja gordiane që po të pritet, si më thënë, i zgjidh edhe i jep përgjigje gjitha gjërat e tjera. Ndërkohë letra e djeshme, si më thënë, nuk e shikon, ose emocioni i djeshëm nuk e shikon si problem prezencën e kryeministrit Rama, madje atij që po e themi kështu e ka personalizuar pushtetin, i kërkohet të depersonalizojë pushtetin, gjë që, si më thënë, për mendimin tim në pikën ku kemi mbritur është e pamundur. Prandaj po them që, si më thënë, qytetarët me drejtë shesh e kanë vënë shpatën tek nyja gordiane, dhe pa u prerë nyja gordiane, çdo lloj artikulimi tjetër, çdo lloj, si më thënë, propozimi tjetër është një propozim semantik i cili, si më thënë, maksimumi ruan në publik atë, si më thënë, aurën e një sekond, Koka, ti thua që nuk është një avancim i qëndrimeve të Spiropalit, po është një tërheqje e saj? Mendoj që është korrigjim, si më thënë, është korrigjim objektivi, ku deri kuptoi fare qartë që kishte një problem me Partinë Socialiste, kishte autoritarizëm, mbani mend zërat, domethënë gjuhën e përdorur në fillimet e artikulimit të zonjës Spiropali. Ndërkohë dita e djeshme, si më thënë, është një reagim akademik, normal brenda Partisë Socialiste. Partia Socialiste nuk është se ka ndaluar ndonjëherë, ose nuk është se nuk ka pasur ndonjë njerëz që ka menduar, si më thënë, që ta rregullojmë këtë gjë, por që gjithsesi, si më thënë, kërkesa bëhet për të rregulluar diçka brenda familjes, por që rregullimin ta bëjë zoti i shtëpisë, që në këtë rast është zoti Rama, që deri para, po themi, 2 muajsh dukej sikur faktikisht i gjithë problemi, po ta lexoni me kujdes reagimin e zonjës Spiropali, ndërkohë sot, si më thënë, duket si zgjidhja e gjithë problemeve. Pra problemet janë aty, por njeriu që mund të zgjidhë është vetëm zoti Rama. Burimi. Po, jo është normale që mund të shoh këtu vetëm kështu personazhe të
të La Fontaine'it dhe këtë që bën Spiropali, më ngjan me të fabulën e Bret Kosës që i duke vetë ishte një ka. Që në fillim të saj Spiropali flet në shumës për këtë përfaqëson, më duket shumë e vetme. Dhe bides me hyrjen e letrës të dënjëjes, me atë për atë numrin për të na prekur në sedër që ishte për ta botuar këtë letër, por meqense shtypi hajt e kërkonte dhe që bëri pak kështu, u dëgjua, morë vesh këtë për letër, po na bën dhe po ndan me neve. Fillimi, por në këtë rast e flet në njëjes. Por pastaj kur lexon letrën, është në shumës, kush është këtë profesor? Më duket se titulli po ashtu është i gabuar, se në vend që të propozoj një marrëveshje tre me Shqipërinë, Spiropali duhet propozoj një marrëveshje me drejtësinë. Sepse ndryshe nga Koka, nga Bidari, unë mendoj se ajo kësaj radhe shkon çik më lart, sepse kësaj radhe tani aty nxjerrë probleme që janë penale. Ajo njeh atë që PD-ja të prekohesh, opozita të prekohesh, që në Shqipëri janë vjedhur zgjedhjet, që në Shqipëri ka një parti shtet. Është përdorur 3-4 herë duhet fjala partia shtet. Po. Sonjë, keni prova, keni fakte, shmëndësi për opinionin, shkoni në drejtësi, bëni marrëveshje me drejtësinë, bëni një tenduar, tregoni çfarë dini. Ajo flet për korrupsion, ajo flet për abuzim nga nënpunësit e lartë, krijim në një shteti mbete, partia shtet. Pra, është një letër që është e mirë përsa e përket konstatimit, konstatet për dimendim që janë të frikshme nga ana një element të brendshëm, se kur këto gjëra i thoshte në fund të korrupsionit, për shembull, i thoshte ose i thot ende ai që është në Zvicër, Ameti, këta e merrnin për person që la partin, që nuk është tu, që Ahmeti, tani kjo vjen nga element që ja brenda partisë, që të nxjerr eksakt diskursin e opozitës dhe diskursin narrativën që edhe në letër ose bëjodiri në raportin mbi zgjedhjet. Nga ana tjetër pastaj është një letër që më tepër çfarë kufizohet tek konstatimet, por nuk shet as edhe një propozim konkret. E ka bërë si një harkim, pjesa parë, pse 2 pse 3 në disertacion të ose një ekspoze. Por brenda bësh pjesë, domethënë se çdo pjesë sjell një element të ri. Ai s'ka si një element të ri, bën vetëm konstatime, kjo nuk shkon, por bëra pak ironie me drejtsinë. Por s'ka, si do ndrejtë këto gjëra? Çfarë propozon ajo? E partia propozon të bëhet kongres, propozon të bëhet një statut siri. Jeni propozimi i saj është ai në lidhje me sistemin zgjedhor, që kaloi në proporcional kombëtar, që kërkon protesta. Vetëm gjë që është që propozon. Po të raste të kërkoj të bëhet pjesë e komisionit zgjedhor pra tek Gjinuri dhe Ylik Bashi të shkojë. Deputeti është, thotë unë kam qejf marrë pjesë në komision dhe ta çet propozim. Por nga ana tjetër s'ka as edhe një propozim konkret, asgjë konkrete. Janë shumë deklarata qëllimesh të mira. Kush mund të jetë kundra qëllime të mira? Kush mund të jetë kundra që të ndahet partia nga çeti po qysh si të bësh? Megjithatë, burimi dhe koka. Çështja është, a mund të ishte Spiropali një Ahmetaj e pa ratisur brenda Partisë Socialiste dhe po vazhdon në këtë rrugë, apo po bëhet si ato ish deputetët që ishin fraksioni i Veliajt që e mbyllën gojën me një post të vogël, diku drejtor, diku në një gjë më shumë. Koka dhe më pas burimi. Shiko, para punës, ne nuk mund të heqim, po i themi, nuk mund të heqim meritën e zonës Spiropali që është duke folur. Partia Socialiste deri tani ka qenë një shkretëtir mendimi dhe veprimi dhe artikulimi. Dhe ka qenë partia e njerëzve që përtisin Skënderbeu edhe deklaratat e kësaj natyre, sigurisht kjo ka qenë. Pra, zona Spiropali nuk është fshehur nga kjo gjë. Por në një moment caktuar, në një pikë caktuar, për gjitha arsyet e botës, ajo ka vendosur që kjo gjë, nuk e përfaqëson më. Dhe mund të ketë bërë dhe aksionet e veta të brendshme dhe për këtë arsye karriera e saj si ministër mund ndërprer në mënyrë të dhunshme vetëm 4 muaj, 5 muaj pasi e kishte nisur atë detyrën.
Kështu që gjitha këto gjëra, si më thënë, kjo lloj mos pajtimi me partinë e saj nuk mund mos njihet. Ajo që ne kemi pritur është që shpesh shemëm, domethënë deri para këtij reagimi, për mua, qendrimi i zonës Pirpali ishte një gozhd ose një spinë dorsale në kurrizin e Partisë Socialiste, e cila, si më thënë, tërhiqti një lloj vëmendje. Dhe realisht mendoj që gjithë ky reagim dhe gjithë ky qendrim kishte një lloj po e quaj kështu admirimi të jashtëm për faktin se gjithë e njohin Partinë Socialiste, e din se si funksionon ajo. Pra, ne dim fare mirë që për Elisa Spiropalin do të qenë më konveniente që të rrinte aty, të shërbente, të mos fliste, të mos antagonizonte brenda partisë dhe asgjë nga këto që jemi duke diskutuar deri tani nuk do të kishte ndodhur dhe sigurisht edhe presioni ndaj zonës Spiropali deri tek rasti që tatimet shkon tek biznesi i familjes së saj nuk do të kishte ndodhur. Pra, shikojeni se sa e thjeshtë është. Pra, e vetme gjë është që ne po e diskutojmë dhe po e analizojmë zonën Spiropali në kuadër të pritshmërive politike që ajo ushqeu me reagimin e saj dhe me mospajtimin e saj. Me sfidën që i bëri zoti Rama kur i tha që nuk duhet gjë më asnjë fjalë dhe në fakt mbas këtij kërcënimit të zotit Rama erdhi një tjetër, mbani mend atëherë një tjetër status nga zonja Spiropali në rrjetin e saj social. Unë mendoj që zonja Spiropali në aksionin e saj politik, jo domosdoshmërisht duhet ishte një projekt politik, i ka munguar një sqarim i drejtë për drejtë me qytetarët. Unë do të kisha sugjeruar zonës Spiropali që të kishte tentuar të ndërtonte, si më thënë, një raport më të drejtë për drejtë me sheshin, me protestën, ose të kishte tentuar të vendoste një raport më konkret dhe më të qartë ndoshta me atë pjesë të Partisë Socialiste që nuk janë pak, të cilët realisht mendojnë që ka ardhur koha që Partia Socialiste të veprojë, mendojë dhe të drejtohet ndryshe po doni. Gjë që me sa duket ka munguar, pra nuk ka pasur një kohezion mes atyre njerëzve dhe ka shumë për atyre njerëzve intelektual Partisë Socialiste që kërkojnë që Partia Socialiste të mendojë dhe veprojë dhe të drejtohet ndryshe. Kjo nuk ndodhi dhe duket për shkak të kësaj mungesës së këtij kohezioni. Ndoshta për shkak se shumë për atyre që janë në Partinë Socialiste, që janë antagonizëm me Edi Ramën, besuan më shpejt se ndoshta zoti Rama i ka ardhur fundi vetvetiu dhe ata s'do të bëjnë asgjë, thjesht do të presin radhën. Si më thënë, edhe kjo e amortizoi pak lëvizjen. Gjithsesi mendoj që ajo që bëri ditën e djeshme zonja Spiropali në thelb thash edhe herë i evidenton të gjitha problemet. Mendoj që mund të ishte është çështje zgjedhje, mund të ishte me një gjuhë më të ashpër, mund të ishte me shembuj më konkret, pra kur flasim për partinë shtet. Ku vëret, kush është rasti i partisë shtet? Kur flasim për raportet jo vetëm të, si më thënë, me sa më jo vetëm të raportit me drejtësinë, por edhe të raportit të moralit me atë që përballet Partia Socialiste. Pra kush është rasti? E ka fjalën për faktin që mbajtëm një tjetër standard për Erion Velien, dhe një tjetër standard për Belinda Ballukun, apo tjetër standard për Ilir Beqin, dhe tjetër standard për Belinda Ballukun, apo çfarë? Apo një gjë tjetër që më mungoi pak të teksti, për shembull raportet që ka apo s'ka Partia Socialiste problematika në raporte me lidhje me krimin. Prandaj them që gjuha kocka s'ka, po kocka thyen. Pra mund të ishte më i fortë politikisht, mund të ishte më shumë vëmendje dhe ndërkohë që ka që prej ditës së djeshme që mënyra se si ky mocion u paraqit e bën më shumë, si më thon zonja Spiropali, njëri i cili duket se ka reflektuar disi, por akoma mundohet ta ruajë aurin e njeriu që u bë një lloj antagonizmi Partisë Socialiste, sesa si njeriu, si më thon, që realisht e vuri gishtin mbi plag dhe si më thon nuk bëri hapa pas në atë që nisi këtu 3 muaj më parë. Akuza nga disa socialistë jo brenda selis burimi thonë që në fakt ajo e djeshme ishte oksigjen, frymarrje për Ramën nga ana e zonjës Spiropali dhe një mundësi për të mos i lejuar zërat ndryshe të PS-s në fakt të bashkohen. A e shihni kaq ekstreme ndoshta në të kundërt nga qëllimi presupozuar i Spiropalit? Jo, nuk e besoj sepse Rama këtë rast me rrezikun për shembull që mund të krijohet një dyshje Spiropali me Nomalcoren. Minimumi. Dhe pastaj hapetoja, kështu që nuk e besoj, jo. Rama biles për mendimin tim as nuk e konsideron, ose thjesht ai është me vetë i sigurt që do të arrijë ta eliminoj këtë rrezik fal edhe i misionit sotëm. Ose që bëjmë pikërisht neve në këto misione e shkatrojmë minut Spiropali dhe me drejtë themi
çfarë vete morale ka kjo kur ishte një ministre që i lejonte Partisë Shtetë të bënte atë ligjin absurd mbi shërbimin e jashtëm ku gjithë diplomatët duhet të rikalojnë në konkurs, në provim. Konkurs metodologjike dhe ishte kjo që e mbakta të ligj. Ishte shpreha më ultime e Partisë Shtetë, që është ai që vendos ku të jetë në funksionin publik dhe të kesh 20-30 vjet diplomat, mund të thosh më sepse Partia Shtetë s'do më dhe të ndjerë. Kështu që Spiropali u largua pikërisht sepse Rama e hoqi nga që nuk i pëlqeu shumë që si ministri i jashtëm me kjo po priste shumë për botë dhe po tregonte një tjetër si thua imazh të vetes në kundërshtim me Ballukut dhe pastaj e hoqi. Po që nga kjo t'i bëj Ramës kashillëk dhe që Rama e përdor të si imazh nuk e besoj. Sot Spiropali për mendimin tim Jo në kuptimin e këtij skenari kaq agresiv, në kuptimin që zërat ndryshe brenda PS-s e shohin një platformë me PS-n, por pa Ramën, ndërsa zona Spiropali dje, siç argumentoi dhe Koka, e konsideroi zgjidhjen me Ramën. Dhe një PS me Ramën, po pa Belën, pa Taun, pa këto të inkriminuarit. Po jo, nuk të shkoj ajo djetë të largohet Rama, është e pamundur. Më le tash për 2 minuta. Sot ai kuptoi që post nuk kanë më, por posti që ka se heqin dot. Kurse heqin dot me Omer Corrës të heqin kësaj, nuk ka ligj të heqin postin nga si deputet LL. Shumë bukur. Po e di, para më që është kartë Diegu që se kjo pushtet vazhdon ministri më thënë, ajo s'do ketë më asnjë thërrime. Atë çfarë bën? Ajo los për mendimin tim, lojën, pastaj është teorike, mbas është e largët, po imagjinoni që si pasaj ky revolucion i flamingove, që e përmendaj, po që të dëgjoj, arrin pikërisht që çonte kombëtarët ka ulin Ramën në kryes bisedime me ta që kërkohet një zgjidhje si në Maqedoninë e Veriut, kur një qeveri teknike, pse nuk është absurde, të dalë dhe të organizojë zgjedhje të reja. Në këtë rast, Spiropali thotë që unë po pozicionohem që t'jem nesër për ndokombëtar një nga personat që mund të merret në dorë këtë PS nëse Rama skartohesh nga kjo marrëveshje dhe një hipotetike. Kështu që për të dy qëllimi, kësaj duhet thotë të përpiqet diçka në PS, prandaj unë thash me kë është ajo. I duhet një rrym. Dhe për mendimin tim, qëllimi vetëm në kësaj letër kjo është që të institucionalizohet rryma në PS, shpak është më për KPD, jo? Ata që u bënë bashkë me të tjerë që vazhdonin të rinin brenda në PD, i kaltrojnë dhe vazhdon akoma, dhe thotë thjesht ta njihni si rrym. Ky është qëllimi i saj, këtë gjë kërkohet edhe Kogdhima, se kujtohet para u 10 vjet. Që kërkonte pikërisht të kishte ai kishte një rrym të vitit të brenda. Por ai është ajo, thashë pastaj mbrapa nëse mbien Zara në rolin tim, nëse kërkohet një zgjidhje me PS-n gjithmonë por para Ramën, unë do jem në rast kandidati më i mirë për ndërkombëtarët, sepse pikërisht, se unë e para që pula kundra, ja mund që jam të partia jam dhe, po të kam një rrym, po është e vetme, kjo është problemi. Ajo sot, për mendimin tim, gabimi i saj është se përpara se të nxjerrë të letër, duhet të kishte patur ca element në sajt. Do të ja jemi neve 2, 3, 4, 5 peshojmë. Po vetëm fare, është filikat vetëm edhe një herë. Nga ana gramatikore e flet në shumës, po kush është? Neve, po kush janë tjerët? Ata e fshihen, pse fshihen? Ka frikë. Kështu kjo është thjesht të gjithë shohim edhe ke Bushati, ja. Apo ke Malaj, kemi një rej që ku ka filluar protestat ka bërë statuse shumë të rrepta se janë para. Dhe Shamale gjithas e di që nuk kanë asnjë shpresë në Mediram për asgjë, për vetën e tyre, gjithmonë stasin për Shqipërinë. Irena Beqira. Më vjen me Shqipërinë. S'kan asnjë shpresë me Ramën për një post të ri. Atëherë shpresojnë që këtë gjë t'ju japi. Mendoj që Partia Socialiste Rama mund të zhduket, po PS nuk zhduket. Kjo PS që do ngjelet jetime pas Ramës, kush është më mirë se unë, mendon ajo, për ta marrë këtë PS, kundra me nuk kanë asnjë ndosje korruptive. Pa, një sekond, ti po thua që ajo e projekton një PS pa Ramën, por nuk do të alienojë dhe armiqsojë dhe ata që janë me Ramën këto momente? Ajo që t'i armiqsoj, të ishte gjë e mirë, por nuk ka do t'i armiqsoj. Po që projekton një PS pa Ramën, ajo si puna jon, po i lexon artikullet e shqipit perëndimor. Që dje kufizoheshin dhe thoshin se ishte vala e parë e shokut.
Thoshë në Shqipëri është revolucioni flamingove për Zvërnecën, tani në Shqipëri është revolucioni kundër Ramës. Sot artikull flasin shumë pak përndemora, për flamingot, flasin për korrupsionin, flasin për vjedhjen e zgjedhjeve. Po i bëj tani autopsisha e vala e dytë, ka gjithmonë një vonesë vala, vjen një valë në vonesë. Në Shqipëri, erdhi vala e parë nga protestat për flamingot. U dëshën pak ditë që të kishte jehon, pastaj erdhi vala e dytë të protestat, kishte vala që flamingot, okay, po që s'kesh një katalizator, neve duam kokën e Ramës. Do jemi ti. Dhe kjo valë tani ka po shikohet që 2 javësh që edhe në Shqipëri ndihmor po rifitohet. Dhe si përpara e shefë gjë. Dhe si përpara ishte fare mirë që tani fatorin kombëtar nuk po merr më me të qeshur në mënyrë romantike, idealiste këtë revolucion, po e shef që këta janë ngulitur dhe nuk largohen më. Dhe po vjen hapi parë i ndërhyrjes të kombëtarëve, që gjithmonë duan që mishi të piqet helli mos dihet, pra që të ketë ndryshim, po me gjithmonë me Ramën. Hapi parë erdhi pikërisht që Rama po detyrohet që para motiviti të heq atë ligjin që lejoj Zvërnecin. Okay. Kush nuk e beson sot që kjo u bë me ndërkombëtar. Pra kjo po e shef për pari që ndërkombëtarët që se e marrim si thonë rëndën e Ramës një raket me 3 shkallë, me 3 kate, kati i parë ra. E detyruan se që një katë ka 2 katë të tjera, për një katë rakati i asaj që i çoi njëzë në rrugë dhe ndërkombëtarët, Martakos, Macron, çfarë të gjitha që janë sot në Evropë shpresojnë që duke i dhënë të satisfaksion protestuesve mbas ata do qetësohen. Që se të vazhdojnë të qëndrojnë akoma, nëse sot po shohim shenja nga universitarët që në shtator do jemi dhe neve, të kombëtarët do kalojnë ke kati i dytë i raketës. Që do të jetë pikërisht një zgjidhje alla maqedonase, një qeveri teknike, dhe është praktikuar. Dhe zgjidhje parakoshme. Parama. Okej. Një qeveri teknike do ketë edhe element nga PS-ja. Kush është elementi i mimi nga PS-ja? Sipas saj, kjo vet, meqenëse kjo vet nuk do të sulmohet nga Leza Koka ose nga zburimi, meqenëse ajo të paktën, nëse po se do të çojë një person në qeveri teknike, më mirë është ajo se të paktën e hapi gojën. Ky është plani i saj, nuk thënë që do të funksionojë, por që nuk është plan idiot, më duket fare idiot. Këtë plan ka dhe Bushati, Di Bushati është njëjta gjë. Edhe ai ka forcuar shumë atë, e ka shpërsuar shumë gjuhën edhe ai. Retorikën. Sepse dhe këta të gjithë shikojnë me ndërkombëtarë. Sepse për mendimin tim ndërkombëtarët janë zgjidhja e Shqipërisë sot. Protesta e bëri që do të vazhdojë, po të vazhdojë në kuptimin që ndërkombëtarët u presion që ne nuk largohemi. Do fusin një vend në Evropë, duke i pasur çdo ditë njerëz rrugë, e pamundur. E kuptoj. Koka e sheh një skenar të PS-s Paramën me autorsi ndërkombëtare apo shqiptare, dhe nëse është shqiptare, ka ndonjë protagonist që mund t'i unifikoj, përbashkoj, tjetë emërusi përbashkët i zërave ndryshe në PS dhe ata që e kanë kritikuar, kundërshtuar apo edhe anat e muar dhe distancuar nga Rama? Shiko, unë besoj që Partia Socialiste me Ramën apo pa Ramën është një çështje e brendshme. Mendoj që çdo zgjidhje politike që nuk prodhon më së pari një qeveri teknike është një film që ne kemi parë tashmë. Pra, do duhet për mendimin tim nevoja emergjente jo vetëm e Partisë Socialiste, po e Shqipërisë është që Partia Socialiste të shkëputet në lidhje saj me krimin organizuar. Pra ne sot kemi njerëz deputet të cilët janë qartë si produkt i raportit me Partisë Socialiste, po s'm falni, raportit personal të Edi Ramës me bandat kriminale, të cilët sot dalin në banaqe televizive dhe gati janë atë që po mbajnë peshën e debatit dhe diskurit publik të Partisë Socialiste në komunikimin me publikun. Dhe arroganca e tyre, sepse sigurisht një deputet që vjen nga krimi nuk mund të jetë një njeri intelektual, nuk mund të jetë një deputet që mendon. Është një deputet i dhunshëm, është një deputet ignorant dhe është një produkt i imponues në raport me publikun, sepse në ata ambient kanë denjur. Pra nuk mundet dikush që vjen nga bandat kriminale të flasë dhe të ketë komunikim normal publik. Dhe unë mendoj që dëm më të madh dhe problematik më të madhe që ka Partia Socialiste për shkak të kësaj simbioze të krijuar dhe të instaluar nga Edi Rama, jo vetëm si një modus operandi, po edhe si një modus vivendi, pa mënyrë jetimi dhe përjetimi dhe përforcimi politik, si më thënë kjo gjë është nevojë kombëtare, sepse ne vërtet flasim për partinë shtet, po ne do të flasim mirë për partinë bandë kriminale.
që është akoma më rëndë, është akoma më rrezikshme. Dhe prandaj them unë që dokumenti i dieshëm i zonjës Pyropali ishte fliste për një parti e cila ka ca problematike të cilat mund të rregullohen dhe në fund fare kjo gjë do të mundohet të bëjë çfarë? Të ngjisi besimin e thyrë në thonjza mes njerëzve në shesh dhe partisë në qeveri. Jo, nuk është kaq e thjeshtë. Nuk është kaq minore problemi. Mendoj që problemi është në shkallë kombëtare dhe është një rrezik kombëtar. Mendoj që ky është problemi, ky është shkaku kryesor pse zoti Rama është izoluar ndërkombëtarisht dhe vazhdon të marrë goditje çdo ditë nga mediat më prestigjioze ndërkombëtare. Dhe ke letra e dieshme dhe ke emocioni i dieshëm i zonës Pyropali, këtë gjë nuk e pash të pasqyruar shumë. Pra nëse duhet të bëhemi të besueshëm tek qytetarët, nëse duhet të bëhemi të besueshëm tek njerëzit që vërtet rezistenca është reale brenda Partisë Socialiste, duhet të identifikojmë atë që është problemi kryesor. Dhe sot pa diskutim Partia Socialiste me Edi Ramën krye është një parti e cila nuk bashkëvepron dhe nuk vepron me mbështetësit dhe me votuesit e saj, por planin kryesor, planin e parë nuk ka programin politik, po ka raportin me bandat kriminale. Dhe nëse kjo gjë nuk merr një goditje, dhe goditja për diskutim do duhet ishte shkëputja së pari i raporteve të Partisë Socialiste me shtetin, sepse nga pushteti që ka ajo shkojmë tek bandat dhe më pas nga bandat vim sëri mbajmë pushtetin, pra nuk jam më parat, pra nuk vjedhim Shqipërinë për të mbajtur partinë, po tashmë bashkëpunojmë me bandat kriminale për të mbajtur pushtetin. Dhe kjo mendoj që, si më thënë, është problematika kryesore. Kjo gjë sigurisht do zgjidhet vetëm me një mënyrë, me një qeveri teknike njëvjeçare, e cila do t'i shërbente së pari nevojës që duhet që Partia Socialiste të shkëputet nga pushteti dhe pa diskutim të zhvillojë disa reforma të cilat do ta bëjnë procesin zgjedhor më demokratik, depolitizimin e administratës e cila në këtë moment është totalisht e politizuar dhe është në shërbim të Partisë Socialiste. Shikoni policinë e shtetit se çfarë bën, shikoni administratën, shikoni korrupsionin në gjitha institucionet endemike. Pra këtu drejtorët e spitalit nuk janë drejtorë spitali që i shërben interesit të qytetarëve, por janë komisar politik Partisë Socialiste. Drejtori i policisë nuk është më drejtues që merret me sigurinë, por është komisar politik dhe mbron lokalen e Lucës dhe gjithë lucave dhe luspave të rilindjes. Pra, pa folur seriozisht për këtë lloj, kapi të shtetit dhe zhvërje të logjikës së funksionimit të administratës dhe institucioneve, mendoj që çdo lloj gjë tjetër është të flasim për seksin e ëngjëve, ndërkohë që Konstantinopoja po bie dhe po digjet. Faleminderit Koka, burimi i koment fundit. Nuk e kam audion e burimit, lutem edhe një herë. Po, burimi. Da capo thonë italianët. Po, je gati. Po, presim etapën e ardhshme, zonja Pyropali kërkoi një kongres të PS-s, të shikojë statuset që janë dhe kërkoi nga Edi Rama, nuk e di ka mbajtur kongres ai më, ka bërë zgjedhjen partia, s'ka bërë. Kjo të presim dhe ju urojmë që të shkojë deri në fund, pra marrësh të re me drejtësinë. Po se pasi marrësh me Shqipërinë se ka jo dorë, kanë zgjedhësit, mjafton që të ketë zgjedhje të tjera ndeshme në Shqipëri. Dhe ajo është marrëveshje më e bukur, marrëveshja elektorale, jo marrëveshja brenda partive. Merci beaucoup. Dhe ne tani bëjmë një pit stop tjetër të detyrueshëm. Kafja e dytë.